Marian Vitanovski nuk do t'jetë më avokati i Lupço Palevskit. Ai ka bërë me dije se tërhiqet nga mbrojtja e të dyshuarit kryesor të vrasjes së dy fisht Pançe Zhezhoskit dhe Vanja Gjorçevskas, Pallços. Ky i fundit tani mbetet vetëm me avokatin Jovica Strashevski. Ndërkohë sot në gjykatë vazhdoi seanca me dëshminë të akuzuarit të dytë për këtë rast të Veli Bormanev. Ai tha se arsyeën e vrasjes së Vanjas dhe Pançes duhet ta kërkojnë tek Lupço Palevski. I pyetur se si ka ndodhur që e kanë grabitur Vanjan gabimisht kur qëllimi ka qenë grabitja e një gruaje 40 vjeçare, Manevu përgjigj se kjo ka ndodhur për shkak të ngjashmërisë që ka pasur personi që shihni në foto që duhej të grabisnin dhe Vanjas. Personi në foto i ngjante shumë pamjes së fëmijës për nga gjatësia, flokët dhe ngjyra e flokëve. Nuk e di nëse ishte photoshopuar, por në foto nuk dukej fare si fëmijë. Krahas vetë paraqitjes, ora e nisjes ora 7:20 e mëngjesit, që përkon me orën e përditshme që kjo grua del jashtë. Ndaj ishim të sigurt se ishte ajo. Ai edhe një herë mohoi të ketë parë nëse Palevski ka komunikuar me babain e Vanjas Aleksandar Gjorçevskin. I pyetur se pse nuk ka dërguar fotografi tek prindërit e vajzës për miton ose qëllimi ka qenë i tillë, Manev tha se kjo është pyetje që duhet i parashtrohet Palevskit. Veli Bormanev seancën e kaluar theksoi se vrasësi i Vanja Gjorçevskas dhe Pançe Zhezhoskit është Lupço Palevski Pallço. Qëllimi i grabitjes, siç tha, ka qenë një grua rreth të 40-tave, vajza e pronarit të ndonjë kompanie farmaceutike. Ndërsa shtoi se Pallço kishte thënë se nga grabitja e gruas, bashkëpunëtorët e tij do të shpërbleheshin me nga 150.000 euro.